Mirëmbrëma Xhiro me Syçin. Sot do diskutojmë rreth ndeshjes Angli-Shqipëri për eliminatorët e kampionatit botëror 26 në Amerikë dhe sigurisht Shqipëria e kishte siguruar daljen në play-off, por megjithatë edhe pse pasi psoi 2 gola, golin e parë minutën e 70, dytin 82 më duket, prap shqiptarët bën një lojë të mirë, nuk u zhbën pas psimit golit. Për këtë sonte do të bisedoj me mikun tim, futbollistin, trajnerin, specialistin e sportit, Sulejman Starova. Sulejman, mirë se ke ardhur, Sulejman i madh. Mirë se të gjeta Syço, nxjerrë me Syçin para 40 vjetësh, nxjerrë me Syçin tash. Tash të kthejmë Xhiron se s'na ka njëjtë gjoti këtë mohë. Si ishte ajo ke ambasada? Gjermani ka disiplinë. Do ketë punë dhe qef për të gjithë. Sule, tash për të bo biografinë tate nuk është e nevojshme se e din gjithë. Mjaft që thu Sulejman Starova dhe është gjithmonë biografia juaj si futbollist, si trajner me trofet që keni marrë, si futbollist, si trajner. Tash më dhe specialist i sportit pranë FSHF-s. Si e pe ndeshjen me Anglinë? Shumë i pa të dyja. Edhe Shqipninë edhe. Sigurisht. Unë i qik më përpara me Juven, po jemi të dy me Liverpoolin. Kështu që me thonë drejtë me i pa dhe nga afër. Plus që unë jam dhe me anglesët. Po, ti e komplet me anglesët dhe me Liverpoolin. Ja, më pëlqeu ndeshja dhe ishim shumë afër një rezultati që do ishte mirë për të gjithë. Ajo rasti i Arber Hoxhës që ishte i penaltim lëvizje, s'kishin fate me hyrën rrjet. Po, u boj ndeshje vërtet, pse ne Syço nuk shohim ndeshjen, ne e lexojmë ndeshjen. Ne që jemi trajnera. Ndryshe e shohim spektatorët, ndryshe e shihim. Edhe nuk është e vërtet që kishte ulë marshin Anglia. Jo. Sigurisht që nuk e kishte shpirtin ton që ishte maksimum, po deshën me thyrë një rekord e kishin gjithë gazetat. Me fitu neshën, po edhe gjatë pjesës parë ku ishte një mrekulli nga ana defensive jona, shumë kompakt, si dha mundësia Bellingamit atë sërisë të kalëshin, ishin afër Kenit, krahut u izolun, edhe kjo përmërit gjithë skuadrës. Nuk o kollaj me qenë kompakt. Për kësaj kompaktësie, jemi këtu ku jemi që jemi në play-off. Sepse golat që fitojnë neshët, të në anglesët. Qarqafët e pastër fitojnë trofe. Po je mirë që nuk e prek rjetën, s'ta prek rjetën kundërshtari. Kështu që kjo është një arritje e madhe që është meritë edhe Silvinjës dhe gjithë grupit, të cilët sakrifikojnë se nuk është kollaj. Për shumë, dhe rreshtimi jonë ishte Syço 4-2-4. 4-2-4, të 4 sulmuesit linja pare mbrojtjes. Këto 2 mesfushorët sa ne ke qendra, për të mjë të kombinacionet që të tashun me Bellingamin, me këto që vishin mas shpinës. Për 35 minuta ishin vëshërsi anglezët, ishin vëshërsi edhe shtypja angleze kishte këtë. Kur nuk krijon, fillon të nervozohesh. Edhe ishim shumë shpejt edhe në tranzicion. Edhe pjesë aty të ishim edhe më të shpejt në tranzicion. Patëm dhe rast. Ku arritëm të ke minuta 68, 70, sa ishte që e kryum dhe rastin. Rastin e pastër, pastër fare, dhe unë nuk e di se... Pastaj sigurisht që kjo skuadër kështu e bën diferencën. Tu e ti e pret goli nga këto në çdo moment. Su pa Kane, thonë këto, po nuk është lojtar që të qifet Kane. Kane është lojtar kur i vjen, e fut më rrjet. Po su pa Kane ai ma pesh në lojë do 2 lojtarë me marr. Jo, nëse kur thash që e nxjerrin golin si dunia nga ai godite nga këndi, edhe jo që erdhën me 7 lartësi që e bën direkt, po një karambol sa topa që kthehen mbrapsht janë të rrezikshëm. Po, topi u kthye mbrapsht. Jo, ishte goli 2, topi që u kthye mbrapsht. Goli i parë ishte cross, i ra direkt ai. Po i ra direkt, po e preku një nga ne dhe ka devim. Ka devime? Ka devim. Devim po në të njëjtën rrugë, kupton? Po edhe goli i dytë nga kornja prapë. Nga koka jon, e lojtarit ton. Goli i dytë nga kornja njëjta gjë, i ra tesh me ekip kështu, domon pa diskutim. Çon si ka. Po problemi është që
duke pas parasysh që ishte një ekip si Anglia, që siç tha ti e ka rrjetën e pasër 0. Ka boj 24 gola, ka mori 24 pikë. Është ekip që kushton 1.6 miliard dollar. Ekipi jonë kushton 93 milion dollar. Pavarësisht rezultatit, që mund të ishte edhe barazim, mendoj unë. Unë prap u kënaqa me lojën e Shqipërisë. Një lojë dinjitoze me një jo dinjitoze, po gati e barabartë. Rezultati ka herë qose e mend ti për shembull, kur ka luajtur Anglia me Polonin 74 që e eliminuan nga botnori, o bon neshja me gjysmë fushën e Polonisë. Kontare jonë siç e keqja i vjen nga skuadrat e vogla. Pikërisht edhe të mëdhajat e kanë vështirësinë kur i parkojnë autobusin të voglat. Anglia nuk është rangu ton. Ne jemi tashti që hopin që kemi bo, jemi ke skuadrat që vinë pas tyne Francë, Angli, nivelin mes. Spanje, pa dhe Italia që ka është në krizën e vetë. Ne është arritje madhe që një të krahasojmë me Polonie, me Çekie, me gjithë të skuadrat që nuk është pak kjo. Kjo është një arritje dhe rezultati është kjo pra. Nuk është se kemi një broja që është super talent në pritje për të boletari mos, se s'është bë akoma, për fatkeqësitë e veta ka 3 vjet që s'lu një kampionat tamam nga dëmtimet. Por jemi skuadër që bazohet ke kolektiviteti, ke shpirti i garës, se nuk bëhet dot faza defensive po të mungoj njerëz kështu. Janë gjithë kanë marrë pjesë. Ka që sulmet që quhet sulmi ishte vija linja e parë që thynte aksionet po gjithë. Me Laçi, me Arber Hoxha, me Uzuni, me Bajrami. Edhe sigurisht edhe me sa lëvizje, do thush ti nuk është se 15-16 veta janë njësoj quhen titullar, se i kursym dhe calitarë që ishin me të verdha, për ato që se din. Pa. Kështu që ne ishte e bukur, dhe është kënaqësi për ne, lushi barabartë, qoftë aq minuta, aq sa kohë për sa kohë luajtëm, që i bumë dhe vështirësi. Jo më edhe pse u rrafëm 2-0, se rezultati ka herë nuk është lojës. Loja ishte e barabartë, ne luajtëm kështu. 2 gola, pastaj hyn goli. Nuk është edhe ajo që unë nuk kënaqa, nuk e di çfarë mendoti si. Domethënë edhe tas psimit golit ne nuk u lëshum, siç ndodh vazhdimisht. Në të kundër vazhdum lojën po isoj me atë ritëm, goli hymës. Po, normal. Kishim edhe në 2 raste. Aq tepër që ato i përdorin gjithë lojtarët e tyre, ato kanë 3-4 ekipe, po të shofësh sa ka Foden që futen, Rashford që futen. Rashford, edhe lojtarë hyjëm. Kanë kjo është Anglia ka 3-4 ekipe, fut njërin që tjetër s'ka ndonjë ndryshim të madh. Menon se sule një pyetje që ka hap debatet noja, lidhje me brojën. Jam dakord me atë që thatë ju që ka të dhëna. Jam dakord me atë ka qenë i vram dhe do kohë të rikuperohet. Po unë mendoj këtij lojtari i mungo diçka, i mungo ai shpirti, ka i lloj me nefregizmi, ka i lloj. Kjo është ajo pritshmëria që themi ne për të bëjë madh. Po. Sepse ai është lançuesi një nga lojtarët e rrallë të 30 viteve të fundit në Angli. Po, dhe praneri ju dha gjithë ai çmim me Chelsea, po, për pritshmëritë. Edhe ka natyrën e vet. Është ka një staturë fantastike që rrallë përkon me atë shpejtësi, me shpejtësi me lëvizje ka. Boni lëvizje dje prap aty. Edhe tash problemi për të ardhur në formë janë shumë, se u bë koçës për lu një kampionat që ta mbaroj. Ky është një problem. Tash me siguri që diçka do të bëhet. Ju uroj mirë shërim të shpejt. Edhe ti e di shumë mirë dhe gjithë din tash që kur nuk ke minuta në kom, kur nuk bën një kampionat tamam, nuk është vështirë që të lush, që të qisesh 90 minuta, nuk e bën dot. Se bën dot, po është një lojtar që bën diferencën me të tjerët, por i duhet duhet rrisi nivelin, sepse ne nuk e kemi luksin që me majt një lojtar që në fazë defensive e kemi mundësin që ta bëjmë, po me brojën grand form, që mos prekupohet në fazë defensive, mos lodhet, mos bëhet, sepse aty ku luan e në krah, po qoftë edhe mas pykës luja. Mendoj që duhet jetë më mirë në qendër Sule? Po mirë me eksperimentet ja vlen edhe me bo, po tash. Jo se ty si lojtar qendër kanë. Po duke bo strada facendo, duke ardhur dhe ti ke objektiv kryesor, nuk ke më brojën, po ke rezultatin aktual.
ka hy mana i ka bo mirë, ke parasysh edhe ky ka gjetë vetën e vet aty në krah. Ky na ka dhënë 2 rezultate fantastike neve që reja që kam pas respekt dhe ka punu mirë. Nuk e shpërbleu, kujtohet 2 fitoret, një këtu dhe një në Hungari që e kërkoi gjithë stadiumi, kuptoj, dhe u detyru me e fut, kështu që dhe të shpresojmë ta bëjë këto, pra se ne kemi nevojë për këto lojtarë që të bëjnë dhe diferencën, se një skuadër që të kërkoj me ato shpresat që kemi të gjithë ne për ta pashim një dhe botnor, duhet të çikë edhe roli i individit. Pa diskutim gjithë roli i individit, por amon është edhe ekipi, Sule, mund të kesh një individ shumë, ti për shembull kishe Mbappen ke Paris Saint-Germain, ka shku, nuk bëhet vetëm patjetër. Liverpooli për shembull, që pat sukses tash është keq. Pat një ekip se s'kishte lojtar hyje. Por ama kishte një ekip kompakt, që luajnë si ekip. Gjithmonë baza është ekipi. Po individi në funksion skuadrës. Në funksion skuadrës. Shumë e vën. A është në funksion skuadrës broja? Po normalisht është funksion ai, domethënë. Se për shembull neshin me Andorën ishte komplet out. Nuk jam dakord, sepse nuk ishte puna brojës. Po si ishte puna asnjënit, se nodhi ajo që nodhi me brojën, nodhi dhe me Arber Hoxhën, që ku ndryshoi forma atit që shkaqeu. Po, më 3 ditësh, po. Kur ndryshoi. Po. Ato ishin aq kompakt se këto thon Andorra, din Andorën para ca viteve. Po Andorra 1-0 me Anglinë në Andorra. Minutën 70 ka bë gol. S'ka në vlerësim, aty ka pasur vlerësim, thoshë ti. Po jo, po minutën e 68 bën gol në parë në Angli me Andorrën. Po. Nuk ka rasti, tjerë rezultate tjera ka 1-0 i ka, me serbët e pamne. Doli goli nga Ense, jo penaltia e këto. Kështu që moment që broja ka për topin Syço kishte në çdo moment 2 veta. Në moment që i vite njëri i Joni, ajo që ishte më afër, Hysaj për shembull. Ato kanë qenë direkt 3-2. Vitën e Alfioni 4-3. Çoshim topin ke Arbri, e njëjta situatë. Kundër 2 vetave. Një herë që ishte tek për tek, se për ne po të kthimi lojës për këtë qëllim, se mbrojtjet janë lëvizshme. Po puna kur ti e qarkull topin shpejt në krahun tjetër, bëhet me qëllim qisësh brojën tek për tek, jo brojën kundër 2 veta, 3 veta. Kështu një herë i doli puni i marrit keq e Arbri, po ta mashmen edhe e dubloi tjetër për Andorrën po flas. Pastaj sigurisht që do dhe forca që të vazhdosh të jesh kompakt. Aq më tepër që edhe Andorra nuk është se u fut me parku autobusin. Dha shenja që luajtë edhe në sulm. Po, patën. Bon tentativa, po. I bon tentativa. Ne kemi kap tranzicionat edhe golin që e kapëm. Ishte si tip tranzicioni kundër sulmi. Që e dha uzoni topin atit. Po mirë, po kjo vështirësi do vazhdojmë ne. Pra ne kemi temën e që na duhen këto lojtarë që bëjnë diferencën. Se po vujnë gjithë me skuadrat që mbrojnë. Sot gjithë mbrojnë Syço, nuk s'ka në taktik veç. Leje skemat. Sot ti e mësuar me sa vetë sulmon me 8, kundërshtari mbrohet me 9. Problemi është që sa e kap topin, dhe detyra është ta kapësh sa më shpejt, me dal kundër sulm. Edhe stërviten për këtë qëllim. Gjitha skuadrat. Po, sidomos skuadrat e vogla i herë. Mund të gjitha. Po ti shif Cityn, është 1-0, nuk e ka gjetë golin e dytë. Po. Ç'a bëmo? E shoh ta luaj topin më nga poshtë. Ja fut topin gjatë, që do i orë the topin pra brapa. Po, Sule, tashi ne do na bi o Çekia ose Slovakia ose kush tjetër. Me këto ekipe, siç thotë dhe ju, jemi të barabartë. Në kuptimin nuk janë ekipe që hyn me fryk, nuk luajnë me Anglinë, nuk luajnë me Francën, nuk luajnë me Argjentinën. Që me gjet llafin më të shkurtër Syço. I kena mundësit me kalu. Po nuk është se... nuk është... Shejbe për mirë se tjerët. Duke shpresu ke një ndeshje. Po domethënë është presje... Duke edhe nga forma që kemi, janë gjitha mundësit që... Inshallah kemi edhe fatin me vete. Edhe fatin, se do edhe fatin. Se nuk është jemi më mirë se tjerët, jo. Jo, nuk jemi më mirë se ato. Me këto ekipe, them, menohet që mund të fitojmë, edhe shkojmë me fitu. Po, patjetër. Po, nuk është si për shembull me Anglinë, pavarësisht se ti shkon me fitu, po është një e pamundur. E pamundur. Me Gjermaninë është e pamundur. Me këto është e mundur. Me këto është e mundur, këtë po them, nuk është që është gjë e pamundur. Po. Menon se Silvinho duhet vazhdoj ta marrë ekipin edhe mas
diskutohet për play-off do ta mbaj, por duhet vazhdoj ta mbaj ekipin edhe mas play-offit. Unë Silvinën e kam gati njët me zyrë. Që nga dita para ku ka ardhe, deri më sot, ka bërë një prezantiv kohët e fundit, që forca e kësaj skuadre është uniteti, harmonia. Po harmonia me gjithë, kur e ka moruje për i rezultat fillimit, ta duhet na urojnë tjerët, ne gjithë që jemi këtu, kati këtu, jemi gjithë që presim urime. E ta dash këtë gjë për thonë që ka qenë i respektueshëm, i dashur, dhe i afër të bëj grup harmoni, nuk është e kollajshme. Nuk është. Ka xhelonozira mren kudo. Si kudo. Në arti sporti e ditë. Sport, sidomos arti sporti. Ka ditë i rujt gjitha. Do të marrësh ekuilibër. Edhe ka merit, domethënë, ka merit një europian tash për herë dytë. Pa. Kështu që normalisht është për të rinovu. Pse jo? Pse du të eksperimentojmë një tjetër? Jo, unë vetëm gjë që kam nuk është tip me adrenalin, për shembull, le të kapim rastin e Klopit. Ishte trajner që kishte adrenalin i jepte, ky më duket si flegmatik. Tash pa e krahaso me Klopin syço. Klopi jo flas si natyra, nuk flas si aftësi menaxheriale. Po tash kur flasim për tani për figurën duhet me fol për çdo gjë. Është i aftë nuk është kollaj për kaq vite që siguroi këtë, ka këtu një natyrë loje vetëm, shumë kompakt, shumë i shpejt në tranzicion. Me ne çadim të vogël që kjo është normale në futboll. Çadim i vogël që këtu kanë po çdove çik të vjen përpara, kupton? Ne gati jemi. Se gati jemi, kupton? Kështu që në Angli nuk pat shumë ankesa. Kështu që ka merit absolute, domethënë. Është i pari se po the për i pari. Pastaj me radhë gjithë që investojnë. Që nga kushtet që krejoni se ti pse syshim përpara ne ishim pas stadium, ne ishim tash ti sikur vjen në Europë këtu. Nga federata sportuasi gjë. Me që e preke, Federata Shqiptare e Futbollit ka bën një hop shumë të madh si në aspektin e zhvillimit të ekipeve, si në aspektin e ambienteve që ka kriju, por ka shumë njerëz që thonë pse kampionati është kaq i dobët. Kampionati është kaq i dobët se buxheti i skuadrave tona siç është që nuk e kap 2 milionë. Edhe nuk janë 1-2 skuadra, po kene ndryshe nga gjithë komshit, janë 5-6 shumë start që duan me ta kampion. Që argjojmë po të thujse të njëjtin lek. Pastaj në fund kush del kampion qesh, të tjerë të qajnë. Fillo prap rrogat nga e para, shpenzimet të mëdha. Nuk është e kollajshme. Po unë jam i kënaqur edhe me këtë nivel që kemi, duke ditë to gjona. Ty ose sa deli lojtar mesatar është në syrin e menaxherëve për të ikë jashtë. Ne ishte i periudhë që po ne marrte Kosova. Jo doli Ukraina, po ta mashmen. Po. Në kohën e dallgut e këtyre. Filloi Turqia kategoria 2. Ka dalë Ukraina prap tashti. Edhe talenti sa del ikën, po hajde zëvendësohen. Partizanët ikën 4 vetës pa marrë veten. Po, kjo është tregu që ikën. Është tregu të ikën. No, këtë e ke kap tamam, kjo është pika kryesore me në që kemi kampionat. Ne vazhdimisht që ne kemi pas rezultate shumë të mira me që me kom të gjitha skuadrat tonë. Ne të gjitha rastet që kemi luajtur Kupat e Europës, kemi qenë nën buxhetin aty ne kur kemi kalu turë. Kemi kalu turën vazhdimisht, jo i herë po herë jo. Po për turi parë, ke parasysh jo play-offet, jo këto. Se po të krahasosh buxhetet, ne kemi po rezultatet në skuadra mos them edhe me 30 milionë me ka. 30 milion po. Po tash madhe dot. Pavarësisht që thash Frank. Se kesh në 5-6 milionë paktën buxhetin, flas vlerë lojtarësh që luajnë. Është këtu një biznes, është. Po jo, po nuk përballesh dot me futbolli sot është para më. Para. Po s'ka para, s'ka futboll. Jo, po ti shive pse kush e ka futbollin shtetet që hudhin më shumë para. Spanja, Anglia. Pa Anglia në vend para, tash po ka dalë vend dy se s'po të jenë arabët tash. S'po të jenë arabët. Bilezave ekipet i kanë marrë, gjithë ekipet angleze kanë marrë arabët. Po mirë, Sule, don aman që shumë njerëz anke në federatën, thash, aman përgjithësi federata për kampionat dhe për klubet këtë varfërit klubeve,
Apo unë i kam thonë që unë mendoj që jo, se s'pun ka federata me klubet janë private. Po ku me klubet janë private? Po pra. Klubet janë private, po kanë mbështetje të mëdha nga federata. Kanë mbështetje si s'kanë në infrastrukturë, në edukim kuadroshe, nga çdo gjë. Liga amatore, gjitha që janë që zmadhohet ajo baza. Ka si s'ka, po tash njerëzit Ma njerëzit kanë qef me shak, edhe me marrë kupën e botës, dhe thojmë pse fitoj 2-1, po nuk e kam ke njerëzit, po desha ta sqaroj për vetë faktin, se si që thash, e majmen ti e unë, ka qenë federata i zyrë aty që vite era orin ke Kashia. Ashtu ishte koha, së që. Po tash ka morë, nuk është koha, po edhe një menaxhim të mirë e ka pas federata. Se ke një nga federatat ti ke qenë jashtë, ke një nga federatat më të bukura si kompleks. Pa diskutim që koha bot vetën. Ne në atë kohë kishim $1 milion vetëm për me rrugullu federatën, kur ishim po shkallëve. Edhe si prekshim dot se jo s'bishin dakord, jo s'gjeshim venin, s'gjeshim tokën. Në kohë e kishit $1 milion? $1 milion për të... I shkojshë, kush ishe në atë kohë, udhëzve. Qojshë atë e lirë metën ke një nga të ka qeni fushat e ke fakulteti, ke shkencët. Ke fakulteti shkencët. Aty ishe i vend që mund të bojshim neve. Erdi Platinia me gjithë blatën. Fusha zezë. I funit ka ardhe dirama me i mushmenin ati dhe nuk ja mushit dot. Filloj të esha e djetë e bilis. Edhe ati kishin të rektorin që nuk hap të rrugë. Se po të ndekët ishe aty nuk e bëshim dot. Se do leje, si puna tokës dhe me. Ke je privat, po s'japi leje me ndërtu. A kuptote? Kështu që, doon, ka qenë një aftësi menaxhuese për të bindë politikën që t'japi leja. Patjetër. Ose pushtetin e edhe ti ku po. Ishte Gon Duka, sa kishte Armando Duka, president. Se më atë kena qenë për takime për ta bë. Fati ishte Gon Duka ministri i bujqësisë, edhe date e fitum dha Kamsën. Bom Kamsën. Paktën bom me lekët e një federata këtu. Në kohën e federatës pa kapëm atë se në Kamës do bëshim federatën federata bëhet tu. Po për një autoriteti, ministri i bujqësisë, morëm 5 hektar tokë, që ja dha pronësi federatës që bëm atë qendrën aty që ka marrë gjithë skuadrat të suçoj aty. Kush kjo këtu? Ato 3 fushat që shef aty. Kush nuk është stërvit aty ndimër? Gjithë ekipet. Fillu nga Partizani, nga Tirana. Jo stërvit aty, Po pa ndërprerje. Bide shiu kudo stërvitsi. Po për terrenet sportive sule të klubeve, prapë përgjithësinë e kanë klubet. Po, si që tash është bo dhe keqme se nuk ka tokë, ti tash mund të kesh lekë, po s'ka tokë. Mirë pra, po pse fushat i kanë qenë klubeve, ku janë? Po laj thajt, ne po themi tash ti do kesh 5-600 dorish bazën e kalamojme, pra ku është sistemi zinxhir. Sistemi zinxhir. Po ajo ma pse vetëm dorish duke ble. Gjithë komshit ton nuk harxhon njeri sy që ma. I Zvezda ke, as Partizani jo tamam si që ka qenë. Gjithë tjerët janë stërvitur shqit lejtarin. Të gjithë komshit pa preshtim. Këtë pumbin dhe komshit tonë? Të gjithë lejtarët tonë që rafin e 4.000-5.000 herë që vinë ne, nuk i jep njëri më tepër se 1.000 ne. Ato t'japin, po t'japin edhe 200 dhe 300. Ti shkon kërkon në Kroaci për shembull, thon pëlqej ky, ja, ky është i Dinamo Zagrebit, ky është i Rijekës. Po ky tjetri të tjetrin sot të hundesh se s'mbo punë. A kupton? Kjo është ajo vështirësia. Sepse duhet të jesh rentabël, ka fair play financiar, s'mund të algjosh ti pa fut. Duhet të kesh të ardhura nga drejta televizive, nga biletat, nga sponsorët. Interesi ka ra fare, vetëm kombëtare mushe stadiume, interesi ka ra fare. Momentin kohën tuj u mushte stadiume. Ishte kohë tjetër, ku ti kishim bileti, s'kishin ku shkojshin. Ja, ma ishte, dhe futbolli kishte i loj tharmi atër, kishte i loj Nemezi Priçi. Lidhe me situatën, sistemi vjetër, sistemi ri, njerëzit janë tallakatashim. Ka njeri komen e të ma. Po mima së është pun sistemi, pëse në Angli mushe stadiume? Ta shpikujmë, se ka bolik, ka mirëqenje. Po s'ke mirëqenje ti ku vjen, për që do vish? Ti ke 100 hadhe në kokë, ti del pas ajsha për gjithë njerëzit me kokë poshtë. Nuk e ka menin më ke sport. Po se ka me, por, ke edhe neshe fantastike, kanë shku dhe 18.000 veta para i viti, para 2 vjetës, mos ka bëjmë derbin. Ka kap 18.000 veta derbi janë, si që.
Këtu në... Po, derbi. Aha. E pasi e boj neshet që ti, shef Genova, Sassuolo, këthej kokën. Edhe shefi neshet burë këtu. Tot fortat tonat, tot që janë tashi 4-5 fortat. 4-5 ekipe. Po ka nivel me ka edhe knaqe, se është edhe ambienti pasaj që... Pa. Se duhet dhe ambientit të regji që... Sule, ku e shef ekipin kombëtar mas të marroj ky play-off? Menon që do të jetë vazhdimsi ky ekip apo do të ketë? Po, patjetër se pjesa më e madhe është e re. Ja re, ha? Po sigurisht që jemi në pritje se ka disa detaj, keni gjutit sa, jo me Meti, jo Muçi, jo këto. Ka konkurenca vazhdon, kupton? Ka prurje. Ka prurje. Ka prurje. Ne për shembull Lunji, ajo Ali, është kampionat shqiptar ajo Ali që luajta ditë me anglisht. Po më lu me Dinamon. Po, ky Dinamos po. Po sa ikën jashtë ky i thoni jashtëm, nuk i thon më i mbrëmshëm. Sa ikën jashtë? Se po i normal. Se do ta morrin. Po, Muçi quhet jashtëm, nuk është i Tiranës më. Apo këto të tjerët. Kështu që nëse përballojmë to dhe ndërkohë ato shkruajnë edhe në kushte edhe më të mira. Edhe prit kush shpërthan. Kemi edhe këtë që jemi edhe në pritje për të pritur lojtarë të mirë. Dhe sa dalin këto lojtarë të mirë, hop ikën jashtë. Patjetër. Suleman, ke qenë, je morë ke një jetë që merresh me futbollin. Ke menu t'i kthesh prap trajnerit? Ja, s'ka më mosh që për trajnerit. Pse më mosh? Jam mrena zanatit që kam pasionin tim që edukoj trajnerat e ri. Jam edhe me komision UEFA që merrem po me këtë punë, kështu që nuk kenë men motivisht trajner ligë. Kanë qenë vite sakrifice që. Është sakrificë dhe merresh me. Them sakrifice, që një orë kemë fitoj nesër derbi për shembull, dhe një orë kemë u gëzu. Çunat mund të kenë deri në darkët. Po. Se ty mas e orët për jetë do të kujtohet i ka jenë atri syqit, pse s'lujti, pse s'boni, jo t'rregulloj harmoninë, jo këtë, atë. Maro kampionati e syq, ke i javë kohë vetën, fillojnë kupat e Europës, edhe vetëm kur e shef veten ti, në shtator, pa fut komët në det. Pa thonë mëse që e ze koka gjithë shpinë kur s'ke rezultat. Kështu që sakrificë. Bota sakrifikosur që po e kanë atë llogarin bankare. Pa mirë, pas diskutohet nuk se këtu ka qenë sakrificë për pasion. Pasione, kemi pasione. Kemi dëmtu. Megjithëse jam dakord financës së po edhe pasioni, për shembull. Po pasioni ka marrë. Se unë një kampionatin anglisht. Kanë pasion, kanë me pasion edhe tifozët, edhe sportistët e kanë pasion, nuk e kanë adrenalin. Po pasioni pra është, po pasioni pastaj shumica zhgënjesh. Vej moment që zhgënjesh. Flet për këtu. Për këtu, po. Për këtu. Sule, nëse ke për thonë jo, unë të rojë sy që tash, fillum me syqin para 20 vjetës, edhe prapë këtë syqin gjira tash. Po dhe vazhdim gjira, do vish prapë? Me kismet. Do vish prapë, do folim për të madhin Suleman një ditje. Këtë radhë folim për kombëtarin. Sule, faleminderit. Të smarë.